Pas arsi dritan Rexhepit, shërbimi sekret zbulon kush është mbreti i ri i kokainës. Sipas raportimeve të inteligjencës së Ekuadorit dhe Europës, pasuesi i Rexhepit në Ekuador ishte një tjetër boss shqiptar i kompanisë Belo, Dritan Gjika. Ai dhe Rexhepi banonin në të njëjtën zonë ekskluzive në San Borondon, në një nga lagjet më të pasura të Guayaquil. Sipas medias në Venezuelë, Gjika zotronte restorante dhe biznese të shumta në Guayaquil, i cili përdorte dhe për kontrabandën e drogës. Nga 2020 e tutje, ai ndërtoi një rrjet fuqishëm ekonomik dhe politik, duke krijuar një strukturë të fortë për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Ai përdorte një grup prej 10 kompanish, 6 në Ekuador dhe 4 në Spanjë, përfshi fabrikat kanabisit dhe plantacione banesash. Në 2023 emri i tij doli në dritë për shkak të lidhjeve të tij me Ruben Cherez, i vranë në nëntor të atij viti, dhe Danilo Carrera, kunati ish presidentit Guillermo Lasso. Carrera u dënua për krim të organizuar si pjesë e një rrjeti kontratash të paligjshme në sektorin energjetik. Duke kuptuar se ishte ekzekutuar, Gjika u ratis nga Ekuadori.